Dhe tani ftoj të marrë fjalën e tij profesor doktor Sali Berisha. Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta. Një mirënjohje të pakufishme për ju, njerëz idealist, guximtar, që mbledhi këtu çdo të hënë për të rikujtuar shqiptarëve në Shqipëri dhe kudo se java është e idealistëve, e guximtarëve, e kryengritësve. Duhet përshtes gjithashtu me shumë mirënjohje ata 10 mijëra qytetarë për marshin e tyre epik të pa parë më parë në rrugët e Tiranës, në të cilën ata dhanë mesazhin e një qytetarie të pamposhtur, e njerëzve që janë të vendosur në misionin e tyre. Mirënjohje të pakufishme. Të dashur miq, duhet të flasim hapur, të themi gjërat siç janë. Vendi po hyn në një fazë kritike si asnjëherë më parë. Edi Rama, siç e shifti, pasi është kap, është vërtetuar si kryehajduti i kombit, deklaroi publikisht se korrupsioni do të mbrohet, nuk do të luftohet. Deklaroi publikisht para secilit shqiptar se lufta kundër korrupsionit është më e dëmshme se vetë korrupsioni. Me këtë, ai u tha qytetarëve shqiptar se asgjë në botë nuk më pengon që u vjedh të vazhdoj të u vjedh me të gjithë pushtetin që kam. Kjo ishte deklarata më e pandëgjuar ndonjëherë në historinë e një vendi. Por ndonjëri që mund të mendoj se kjo është një fjalë, një deklaratë pa substancë, i them se jo, e keni gabim. Kjo deklaratë është bërë në një kohë kur shqiptarët kanë bërë protestat më të fuqishme kundër vjedhjes tyre, kundër mbrojtjes korrupsionit. Kjo deklaratë është bërë kur komuniteti ndërkombëtar ka sjellë në Tiranë ministra kryesor të Europës, ka sjellë në Tiranë komisioner të Komisionit Evropian, ka sjellë mesazhet më të prera, më të qarta, se vjedhjet e qytetarëve shqiptar nga qeveria nuk do i tolerojnë. Në tërë historinë e shtetit, kur ndonjëherë komuniteti ndërkombëtar nuk ka bërë lëvizje të tilla kaq të fuqishme. Po cila ishte përgjigjja e më falni, 2 delegacione përveç kësaj, mbledhje faktësh, njëri i Parlamentit Evropian, i përbërë nga deputet të gjithë
spektrit, qendrës djathtë të djathtë, qendrës majt të majt, liberal e tjerë me radhë. Përfaqësues të 30 partive politike të qendrës djathtë ishin javën e kaluar këtu në përmbledhje faktesh. Thash ministra, ministri jashtëm i Gjermanisë, ministri tjetër për Europën i Gjermanisë, komisioneri për ligjet i Komisionit Evropian. Erdhen këtu për dhanë mesazhin se korrupsioni nuk mund të mbrohet, se shteti ligjor është kushti të gjitha kushteve për Shqipërinë. Cila ishte përgjigja e Edi Ramës? Përgjigja e Edi Ramës ishte se lufta kundër korrupsionit sjell më shumë probleme se vetë korrupsioni. Nuk ka sfidë më të rëndë se kjo. Nuk ka sfidë më poshtruese për shqiptarët se kjo. A e dini çka ndodh? Një bloger afrikan, Samson Oxhiajo, që u bëj famshëm në botë, ndigjojeni edhe ju o policë, ndigjojeni, për të marrë vesh se cili është njeriu që i mbroni zyrën, që u bëj, ata i respektoj unë, e din ata, që u bëj famshëm në botë, në mbar botën, sepse shkroi të dy rjeshta. Filan politikan thot se korrupsioni është i dëmshëm vetëm kur nuk jam unë. Brenda, me këtë frazë, Samson pushtoi hapësirën komunikative të botës. Po çfarë shkruan? Oxhiajo, para 2 ditësh në blogun e tij. A i shpall superyll të korrupsionit Edi Ramën. Edi Rama thot. Edi Rama informoraj në blogun e tij të famshëm, ka deklaruar se lufta kundër korrupsionit sjell më shumë probleme se sa vetë korrupsioni. Dhe thot, Edi Rama, pra ndigjojeni, Edi Rama është brendi ndërkombëtar i korrupsionit.